Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, është shprehur i bindur se dikush do të përfundojë në burg pas kallëzimit penal që ka dorëzuar kundër ministrit në detyrë Hekuran Murati dhe 3 zyrtarëve të kësaj ministrie për mos alokimin e mjeteve nga të hyrat vatanake. Rama tha se bëhet fjalë për 35 milion euro që janë bllokuar komunës që ai e udhëheq. Ai tha se Murati mund t'i shmangte një skenar të tillë duke arsyetuar se është ministër në detyrë, por se në fund bara do të bie tek zyrtarët. E thejnë ligjin edhe 100% dikush prej tyre do të hyjë në burg. Ky nuk e ka këtë problem sepse mundet teknikisht me ik burgut sepse thot jam në detyrë, e këtë tjetrën e kam përgjësi, edhe i përdor edhe i shti në burg, ka deklaruar Rama. Sipas Ramës, bllokimi i këtyre mjeteve është i jashtëligjshëm. Është pikërisht ministri Hekuran Murati dhe zyrtarët aty që i bllokojnë të hyrat vatanake të kryeqytetit e që janë 35 milion euro, po i bllokojnë jashtëligjshëm. I teket ministrit në detyre zyrtarëve që s'kan çare pa e dëgju që me i blloku fondet e kryeqytetit, lojë që po zgjatet që 9 muaj, ka thënë Rama në RTK Dukagjini. Se përket situatës me punëtorët e trafikut urban, Rama ka thënë se Murati as që intereson kjo punë, tha se i ka bllokuar edhe fondet e tjera, teksa pjesëmarrja e tij në protestën e punëtorëve tha se erdhi me ftesë të tyre. I kanë bllokuar edhe fondet e tjera edhe fondin për investime kapitale e shumë fondet e tjera që na kanë pamundësuar me i kry punë në kryeqytet e me na qit neve keq që me i fitu zgjedhjet. Ministrit në detyrë nuk i intereson pas një emocion sillet ndaj protestuesve, moftuan dhe u bashkangjita. Ai tha se punëtorët kanë punuar me muaj të tëra pa paga, me shpresën se pas zgjedhjeve do të paguhen. Sa i përket konferencës që mbajti Murati mbrëm, Rama ka thënë si ka ftyrë me gënjë.